nuk kanë munguar. Gjithsesi ka një numër të lartë punonjës policie të plagosur, janë 8 të tillë. Në këto momente që ne po flasim është ministrja e brendshme e cila ndodhet në QSUT, ndërkohë atje ka shkuar dhe deputeti i PD-s në Albati. Po le ndjekim ministrin. Punonjës policisë shtetit, sot kam informacion që dhe gazetar kanë pësuar lëndime dhe e gjithë kjo pse dhe vetëm në emër të dhunës që ushtrohet në protestat të cilat patjetër e theksoj sërisht janë detyrime kushtetuese, por për të zbatuar në mënyrë paqësore ligjet, institucionet dhe njerëzit që zbatojnë ligjin do duhet respektohen dhe ky është mesazhi im, është barbare ajo çka pam sot dhe dëshmuam sot. Janë 16 punonjës efektiv të policisë shtetit, cilët po marrin trajtim në 2 strukturat spitalore më të rëndësishme, po në ndërkohë presim nga momenti në moment të kemi edhe referime të tjera. Janë punonjës të cilët janë dëmtuar, këtu ku jemi tek Djegë Plastika kanë mësuar dëme të konsiderueshme, ekipet mjekësore janë duke i trajtuar me profesionalizëm. Uroj shumë shërim të shpejt për gjithë efektivët e punonjësit e policisë shtetit, të cilët bëjnë detyrën e tyre me përkushtim nga mëngjesit deri në darkë. Si paraqitet gjendja e tyre? Për hir të vërtetës, disa janë të lënduar rënd me plag mbi 10%, 20% në sipërfaqen e trupit, janë duke u trajtuar nga ekipet mjekësore. Uroj shumë që të shkojë gjithçka pa problem. Në spitalin e traumës po merr trajtim zoti Bledion Albati. Do bëni ju një vizitë tek trauma më pas? Unë isha në spitalin e traumës, aty vizitova efektivët punonjësit e policisë, tani jam këtu së bashku me drejtorin e policisë patjetër për të parë edhe efektivët që janë këtu. Dhe nëse edhe deputeti në Albati unë nuk di isha në rrugë sipër, ka marrë dëmtime, patjetër i uroj dhe atij shërim sa më të shpejtë. Zoti Proda, ka të shoqëruar deri në këto moment që ne flasim? Janë 13 shoqëruar deri tani dhe përfitoj nga rasti të bëj një falënderim për profesionalizmin që kanë treguar punonjësit e policisë dhe vetëm Zoti e di se sa krenar janë për ta dhe për atë që ata bëjnë çdo ditë dhe për atë që sot kanë treguar vetë përmbajtje dhe qytetari të tejskashme në kundërshtim me atë me të cilën u përballën, e cila ishte shenjë barbarie ekstreme. Me sa vura re gjatë protestës, pati 2 të mitur të cilët po kishin në shfaqjen veprime të dhunshme gjatë protestës, duke hedhur sende të forta në drejtim të efektivave. Do të shoqërojnë ata siç ndodhi edhe në protestën e shkuar kur shoqëroi një vjeçar? Hetimet sapo kanë filluar, ekipet po bëjnë qyrjen e vendin ngjarjes, ne në vazhdimsi kemi bërë thirrje që të miturit të distancohen. Ne do të nxjerrim përgjegjësitë në bashkëpunim dhe me prokurorinë e Tiranës dhe besoj në vazhdim do të kemi dhe qëndrime për këto situata. Po përveç efektivave të policisë, ka protestues të plagosur? Me informacion sa keni deri tani? Nuk kemi informacion deri tani për protestues të plagosur. Shumë faleminderit.